Një ndalesë të vetme kontrolli do ta kenë qytetarët e Kosovës e ata të Maqedonisë së Veriut në pikalimin kufitar Hani Elezit Blac. Të shtunën përfaqësues qeveritar të dyja shteteve e lëshuan zyrtarisht në përdorim sistemin e kontrollit të përbashkët të udhëtarëve dhe mallrave, vetëm në hyrje të shteteve pritëse. Qytetarët që kalojnë shpesh këtë kufi u shprehen të kënaqur me lehtësirat që u janë krijuar. Shumë më mirë vallai. Shumë më mirë. 3 herë në ditë kaloj këtu për mënë. Edhe apo duket më lehtë? Po shumë më lehtë është. Shumë mirë është. Dallim të madh vërejnë edhe shqiptarët e Kosovës që jetojnë në Preshev dhe udhtojnë me dokumente të Serbisë. U çudita shumë erdhi një dallim se unë ja dash pasaportat, se jemi mësuar te Maqedon pasaportat e kosovar certifikatat e lindjes për fëmijët. E unë ja dash pasaportat edhe ai më tha i ki certifikatat, thash po këtu kufi Maqedonve. U çudita shumë po shumë mirë. Vendkalimi në Blac është ndër më të frekuentuarit dhe sipas të dhënave të qeverisë së Maqedonisë, rreth 4 milion udhëtarë kanë kaluar vitin që shkoi. Ta shetutje të dhënat e qytetarëve që lën njërin shtet e futen në tjetrin do të shkëmbehen në kohë reale ndërmjet policive kufitare përmes një sistemi të përbashkët teknologjik që nisi të implementohet fill pas përurimit. Në ceremoninë e integrimit të pikalimit të përbashkët morën pjesë përfaqësues të lartë të dyja shteteve. Kryeministri Albin Kurti tha se ky projekt tregon për forcimin e mirëbesimit, bashkëpunimit dhe fuqinsisë në mes të dyja vendeve. Pritjet e tyre në të dy anët e kufirit më në fund do të reduktohen. E kjo do t'i kontribuojë rritjes ekonomike të vendeve tona, shkëmbimit tregtar dhe lidhjes mes qytetarëve tonë. Ky projekt është rezultati i bashkëpunimit të ngushtë institucional, i shprehur përmes mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive tona. Kryeministri Maqedonas, Kristian Mickovski, tha se tutje historia nuk do të shkruhet për ndarje, por për lidhje mes shteteve që shikojnë në të njëjtin drejtim evropian. Kjo nismë është konfirmim se kur ka vullnet të sinqert politik, vizion të përbashkët dhe qasje pozitive, nuk ka asnjë sfidë që nuk mund të tejkalohet. Ky kufi që deri më tani përbënte pengesë, po bëhet simbol i modernitetit, integrimit dhe pjekurisë rajonale. Zëvendës kryeministri Maqedonas Izet Megjiti tha se me këtë hap Kosova dhe Maqedonia e Veriut po realizojnë konceptin e Evropës pa kufi dhe se vetë ceremonia është thirrje e përbashkët për integrim. Në Blac, aty ku para 26 vitesh u vu në test njerëzimi dhe përcaktimi i tij për lirinë, për bashkimin, për të ardhmen, sot simbolikisht po nisim një histori të re të bashkëpunimit për zhvillim dhe për përparim. Edhe ministrat e punëve të brendshme të dyja qeverive e quajtën arritje të madhe finalizimin e kalimit të përbashkët kufitar. Për integrimin e kësaj pike kufitare në një pikalim të përbashkët, Kosova dhe Maqedonia e Veriut janë marrë vesh në nëntor të 2024-s në mbledhjen e përbashkët të dyja qeverive. Pjesë e marrëveshjes për kufi të përbashkët është edhe pikalimi Globoqic-Jashinc.